Mirëmbrëma Mitrovic. Mirëmbrëma qytetarë të dashur të Mitrovicës. Faleminderit që jeni me një numër kaq të madh sonte në përmbylljen e fushatës tonë zgjedhore. Me ne sonte të pranishëm janë Kryeministri i Republikës së Kosovës, Zotri Albin Kurti. Kryetari Joni Arshëm. Kryetari Joni Arshëm, Zotri Fatam Peci. Kryeparlamentari Glauko Njufca. Zëvendës Kryeministre Donika Gërvala. Kryetari Qendrës dhe deputeti Armen Muja. Deputetër Albin, Arjeta Feza dhe Agem Batire. Si dhe një përshëndetje veçantë për diasporën tonë, e cila është me një numër shumë të madh sonte. Për gjatë këtyre javëve, ju kemi dëgjuar cep më cep dhe na keni dëgjuar cep më cep Mitrovicës. Prandaj, jemi të bindur që qytetarët e Mitrovicës kanë zgjedhur punën dhe jo fjalë boshe. Kanë zgjedhur bashkim dhe jo përçarje. Me 12 tetor, ne dolëm të parët, por kjo nuk na mjaftoi. Prandaj, ju lutem dhe ju ftojmë të gjithve që me datën 9 nëntor të votojmë me zemër dhe me bindje për kryetarin ton Fatam Peci. Që Mitrovicës t'ja kthejmë dignitetin dhe t'a vullosim me një fitore bindse. Tani, më lejoni që para jush t'a ftoj Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Zotri Albin Kurti. Të dashur qytetarë të Mitrovicës, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, këto 4 vjet ishin të vetëvendosjes dhe të Mitrovicës. Kjo dekadë është e Mitrovicës dhe e vetëvendosjes. E ky shekull është i Republikës dhe i shqiptarëve. Këto 4 vjetë së bashku kemi bërë hapat mëdhej përpara. Kemi forcu shtetin, kemi përmirësuar jetën e qytetarëve dhe e kemi rikthyer dignitetin nëpërmjet punës e ndershmërisë. Mitrovicën e kemi normalizuar me rend e me ligj, me guxim dhe vendosmëri, me vizion dhe dashuri, dhe ju faleminderit të gjithëve secilin për mbështetjen e pakursyer që na keni dhënë në këtë mision fisnik tonin përbashkët.
Për Mitrovicën kemi ndërtuar edhe ura edhe rrugë. 2 ura mbi lumin Ibër, njërën tashmë sërish, cili do për juve këtu e ka të qartë, sepse e ka kaluar së paku një herë deri më tani, dhe tjetra e cila po ndërtohet me shpejtësi, si dhe afër 100 km rrugë në veri të Mitrovicës dhe rrugën nga Prishtina në Mitrovicë, e cila tash bëhet për më pak se 30 minuta. E në Mitrovicë po e rinovojmë edhe stadiumin Adem Jashari, që do t'jetë ndër më modernët në rajon, tejet i rëndësishëm për lojrat mesdhetare 2030. Në raundin e parë, para 4 javëve, kemi folur shumë qartë. Mjaft me mashtrime, mjaft me këtë qeverisje, Mitrovica nuk thyhet, tash është koha për vendim, Mitrovica ka nevojë për ekonomi që përshpejton zhvillimin, e këtë e bëjmë bashkë, ndërmarrësit e shumt, bizneset e vogla, mërgata investuese. E me këtë rast, unë duhet theksoj që sot është dita e fundit që bashkëdhetarët tonë që janë të regjistruar për votim me post ta kryejnë këtë obligim. Por ata të cilët nuk janë regjistruar për të votuar me post, shpresoj që ose tashmë kanë mrinë Mitrovicë për të votu fizikisht, ose janë diku rrugës, po nesër në orët e hershmet mëngjesit do të shkojnë në vend votime, sepse aty e kanë emrin e mbiemrin e kryetarit të ardhshëm të numri 105 Faton Peci. Me Fatonin kryetar do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovicë, poliklinikën e re stomatologjike, implantet e ujrave të zeza dhe menaxhimin e mirë të mbeturinave. Do të rregullojmë hyrjet e qytetit, shtratin e Ibrit e të Sitnicës. Qarshia e vjetër do të rikthehet. Ndërtojmë ura të reja, rrugë të reja, ujtë pishëm, drejtshim parqe, banim të përballueshëm. Qytet që funksionon, qytet që rritet, Mitrovicë e gjelbër, Mitrovicë e pastër, parqe, lumejt kthjellët, mbrojtje e mjedisit, turizëm rural e bujqësi moderne. Mitrovica fiton kur punojmë vrullshëm bashkë. Qytet që prodhon mundësi, jo probleme. Mundësi për gjithë, punësimin ndershëm, arsim dhe edukim, shëndetësie digitalizuar, qerdhe të reja, shkollat të reja, sport dhe kultur për vajzat dhe djemt e qendra inovacioni. Edhe gratë, në veçanti gratë, fuqizohen. Gratë e Mitrovicës nuk presin leje, ato hapin rrugë, ato kanë durimin, fuqin dhe guximin për të ndryshuar për të mirë qytetin. Personat me nevojat veçanta janë pjesë, jo shtesë. Këtu do të ketë dinjitet, këtu do të ketë hapësirë për secilin, qeverisja jonë e vetëvendosjes e me Faton Pecin, kryetar të Mitrovicës, nuk e lë askë mbrapa. Mitrovica, si qytet me rëndësi për ekonominë dhe sigurinë e vendit, ka nevojë për një kryetar që guxon. Mitrovicës i duhet një kryetar me përvojë në qeverisje qendrore, që çdo derë e çdo linjë e ka të hapur dhe nuk humb kohë për të sjellë rezultate sa më të mëdha, sa më të shpejta qytetarëve. Faton Peci e sjell bashkëpunimin me qeverinë qendrore për një qytet që funksionon dhe nuk mbetet peng i politikave të ngushta. Kundër kandidati i Fatonit është përfaqësues fatkeqësisht
i interesave të vjetra e të ngushta të klaneve të PDK-s. Pra, ripërsëritje e së shkuarës që maskohet si ardhme. Nuk kemi nevojë për të, kemi nevojë për Fatën Pecin, kryetar të arshëm Mitrovicës. Vizioni yni përbashkët për Mitrovicën është ky: zhvillimi qëndrueshëm, spitaliri, poliklinika stomatologjike, impjanti ujrave të zeza, menaxhimi i mbeturinave dhe rregullimi i hyrjeve të qytetit. Qytet funksional dhe i gjelbërt, pra rrugë të reja, ujë i pishëm, drejtësim, parqe, banesa të përballueshme, ekonomi që krijon mundësi, mbështetje për ndërmarrësit, start-upet, bizneset e reja, mërgatën investuese dhe sidomos bizneset e vogla familjare, arsim që rrit, edukon dhe zhvillon, qerdhe dhe shkolla të reja, sport dhe qendra rinore dhe në veçanti shpirtin ndërmarrës i rini son, duke e lidhur tregun e punës me aftësimin profesional. Barazi shoqërore, fuqizimi grave e i personave me nevojat veçanta, punë dhe dinjitet. Mos harroni të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi se ideja e ndarjes së Mitrovicës është ndruar në projekt vetëm atëherë kur ka gjetur miq në mesin e shqiptarëve në jug të Ibrit. Me ardhjen tonë qeveri qendrore, projekti i ndarjes ka dështuar, por ideja është ende gjallë. Me lëvizjen vetëvendosje dhe me Fatonin kryetar të Mitrovicës, ja japim goditjen vdekjepruese edhe idesë së ndarjes. Sepse nuk do të ketë ndarja si ide miq as në Prishtinë e as në Mitrovicë. Kjo gjë vendoset të dielën nesër me 9 nëntor. Andaj, me Fatonin kryetar të Mitrovicës, me Glaukun, Donikën, mua dhe gjithë që jemi bashkë këtu rreth Fatonit, e keni të garantuar që do të ketë veç se bashkim, e kurse si ndarje 100%, 105%, 105%. Situata është jo veç se të rëndësishme, por edhe fort urgjente. Mitrovicë e kemi pa koalicionin parazgjedhor PDK-LDK. Ashtu po duan ta bëjnë edhe në Prishtinë, ku e kemi tubimin pas këtij këtu. Dhe atë jo vetëm për balotazh. Ju të gjithë e keni parë nën kryetaren e LDK-s duke na shpalosur planin e tyre për Mitrovicën. Ajo tha se për ta situata në veri të Mitrovicës është abnormale dhe se duhet të rikthehet normaliteti. Duhet të kthehemi si pasaj aty ku e ka lënë Edita Tahiri e PDK-s. E ju e dini fort mirë se ku dhe si e ka lënë PDK-ja veriun e vendit. Por ata duhet ta dinë se nuk ka kthim prapa, nuk kthehet Mitrovica prapa, Mitrovica ecën përpara me vetëvendosjen dhe me Fatën Pecin kryetar të komunës. Bashkë me ju, bashkë me Fatonin, Mitrovica do të jetë qyteti që meriton të jetë i zhvilluar, i drejtë dhe prosperues. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, nëse nuk votoni, i thoni gjithë secilit që e njihni, atëherë do të votoni për kandidatën që nuk e dëni.
sepse dikush do të fitoj. Prandaj dilni e votoni fatin që doni dhe fitoni. Çdo vot numërohet, çdo vot mbrohet, çdo vot përbën ndryshim. Një vot më shumë, një ndryshim më shumë, drejt ndryshimit madh, të cilin edhe e duam, edhe na duhet si asnjëherë më parë me fatonin kryetar. Prandaj, në këtë ditë historike të 9 nëntorit 2025, ju lutem, kontrolloni që të gjithë, a kanë votu krejt hallat, krejt tezët, krejt dojt, krejt agjallort, krejt nipat e mesat, kushrejt e afërt e të largët, krejt shoqit e shok, shkollës fillore të mesme, kolegët e fakultetit e të venit punës, kojshit e mahallës vjetër e kësaj tre, krejt duhet votojnë. Në një familje, ku 7 veta janë mbi moshën 18 vjeçare dhe kanë drejt vote, nuk bën me votu 3 a 4, nuk bën me votu as 6, duhet me votu gjithë secila, gjithë shtatit të asaj familje. Ky është një ndryshim i madh që e pret Mitrovicën për të mirë. Dhe në këtë ndryshim të madh është domosdoshme që Mitrovica të ngritet në këmbë. E ju e dini që janë 3 Mitrovica. Është Mitrovica në Mitrovic, është Mitrovica në Prishtinë dhe në për fushë Kosovë e komuna tjera të Kosovës, dhe është Mitrovica në diaspor prej Malme e në Londër, prej Zvicre e në Gjermani. 3 Mitrovica duhet bëhen bashkë dhe ta shënojnë fitoren historike të numrit 105 për kryetar Faton Pecin. Një mënyrë tjetër për ta shikuar transformimin e madh që na duhet me fitoren e nesërme, është për ta parë popullsinë e Mitrovicës, jo vetëm si banor, farefesni e miqësi, por edhe si profesione. Njerëzit e gjitha profesioneve duhet të bëhen bashk dhe të votojnë aty ku e kanë vend votimin numrin 105 e Faton Pecin për kryetar. Pra, ju bëj thirrje secilit, shankisti, kamarieri, frizeri, berberi, muratori, dentisti, taksisti, shoferi, mekaniku, elektricisti, salduesi, agjustatori, pylltari, zjarfiksi, minatori, robaqipsi, inkasonti, zdruktori, farkatori, rojtori, kuzhinieri, pastrusi, ortori, arkitekti, veterineri, fermeri, kondukteri, bankieri, inxhinieri, piktori, skulptori, tregtori, kopshtori, argjentori, aktori, noteri, mjeku, infermieri, bujku, bletari, bukpjeksi, nxënësi, arsimtari, studenti, profesori, recepcionisti, kontabilisti dhe çdo profesion që harrova ta përmend, bëhuni bashkë e na e bëni Faton Pecin kryetar të Mitrovicës. Dhe krejt në fund, ju lutem,
them krejt në fund, që para se të votoni nesër, ose nesër herët mëngjes, ose më së miri sonte pas këtij tubimi, shikojeni faqen e KQZ-s, shkruajeni numrin personal dhe datëlindjen e merreni vesh emrin e shkollës dhe numrin e klasës ku duhet votoni nesër. Sepse ka raste kur u është ndryshuar vend votimi banorëve. E për të qenë dy fisht sigurt, përveç që kontrolloni në internet në faqen e KQZ-s vend votimin tuaj, nesër votoni në mëngjes, që edhe nëse u ka ndryshuar vend votimin, mund të votoni në mesditë a pasdite. A nëse e leni për pasditën e vonë, atëherë e humni krejt shansin për ta bërë votën tuaj në funksion të fatonpesit kryetar dhe ndryshimit historik Mitrovicës tonë dashur. Prandaj, kontrollojeni vend votimin, nesër votojmë bashk, fitojmë bashk, festojmë bashk, fatonpeci kryetar, eftoj të vi këtu para jush dhe t'ju drejtohet me fjalën e tij në këtë tubim për mbyllës madhështor. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma Mitrovic. Të dashur qytetar, aktivist, veprimtar, punëtor e minator. Më lejoni që në emrin tim, në emrin tuaj, po dhe në emrin të kryeministit Republikës Kosovës zotit Albin Kurti, me një përshëndetje dhe duartërokitje të veçantë, të përshëndesin mërgatën tonë që ka ardhur nga Evropa dhe nga gjitha vendet e botës për të bërë ndryshimin e madh Mitrovicës që i duhet Kosovës. Nuk është e lehtë me mbajt fjalim mas kryeministrit Republikës Kosovës, është një shprehje popullore, kur njihet krizma e topit, pushka njihet ma pak. Po, desha me ndërlidh me pjesën hyrëse që kryeministri e bani mes tjerash dhe tha që ky shekull është i shqiptarve. Shumë e vërtet. Ky shekull është i shqiptarve për shkak se ka pas gatishmëri dhe vendosmëri nga figurat e kohës të historisë për me baki ndryshim. Për shkak se në vitin 1989 ne e shporrëm komunizmin edhe në kryet lëvizjes gjithë popullore ishte një patriot si Ibrahim Rugova. Pas lëvizjes paqësore ne kishim trimat, gratë trimresha që ndryshuan rrjedhën e historisë, që dhanë gjithçka nga vetja tyre, duke përfshirë jetën dhe duke derdhë gjakun për Kosovën dhe duke mundësu çlirimin e Kosovës bashkë me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. E ky shekull nuk do të ishte i shqiptarëve edhe me gjithë të kontribut të jashtëzakonshëm të lëvizjes paqësore dhe të lëvizjes për rezistencët tarmatosore, çlirimtare të kryesuar nga Adem Jashari dhe shumë heroje dëshmorë të tjerë.
Në qoftë se nuk do të mund të themi, ose nuk do të mund të themi se ky shekull është i shqiptarëve në rast se liria e larë me gjak nga ushtarët UÇK-s e populli civil i pambrojtur i Kosovës, në të cilën u mundsua një liri vetëm deri në urën e Ibrit. Nuk do mund të themi, ose nuk do mund të thoshim se liria ka kuptim në Kosovë, se ky shekull është i shqiptarëve pa përfshirjen e sovranitetit të Republikës Kosovës deri në Jarinje dhe Brnjak. Është e vërtet që ky shekull është i shqiptarëve, për shkak se pas sakrificës së luftës së shejtë shërimtare, edhe lirin që arritëm deri në urën e Ibrit prej vitit 2021. Sot frymon ndryshe Veriu dhe Mitrovica, për shkak se në krye të qeverisë Republikës Kosovës është figura dhe personaliteti me besimin më të madh në historitë Kosovës, që e ka shliru 17% të teritorit të Kosovës me një hero. Po, ky është shekulli i shqiptarëve dhe epitetin se ky shekull është i shqiptarëve e ka vullos, e ka skalit në histori dhe i ka dhanë vullën e përgjithësisë së patriotit qeveria më në krye Albin Kurtin. Dashur qytetar, të dashur bashkëvendas, si biri juaj i Mitrovicës, duke ndjerë peshën e përgjithësisë, mundin dhe gjakun e derdhën dërshekuj për Mitrovicën, dhe duke ndjerë nevcin e shqiptarit patriot, zotohem para jush, se si i pari i Mitrovicës do t'i dalë zot kësoj toke e kësoj treve, duke i shërbyer me përullësi, me përkushtim, e nëse është e nevojshme deri në vetflim. Dashur bashkëvendas, Mitrovica pagoi çmimin më të lartë lirisë. E liria tek ne nuk erdhi deri në vitin 2021. Ishëm të privuar nga liria lëvizjes, qasja në pronë e në trojet tona shekullore stërgjyshore. Në vitin 2021, Mitrovica i besoi Albin Kurtit. Mitrovica ishte e okupuar, rruga në drejtim të Prishtinës ishte e blokuar dhe liria lëvizjes për Evropë pothuajse ishte e pa imagjinuar. E tash Albini në veri, e unë në bujqësi. Çka duhet tjetër me dhonë dëshmi për të tregu dashamirësinë, përkushtimin, vullnetin dhe dashurinë që e kemi për Mitrovicën dhe Kosovën. Prandaj, si rezultati besimit që keni dhënë vitin 2021, ne sot jemi të lirë, gjithçka frymon mirë, Veriu është i lirë, Ujmani është i Kosovës, Radojqiqi është në Serbi, bondat janë veri, atje frymon Kosovë e lirë do t'jetë për herë, sepse ne kemi sovranitet cep më cep. Të dashur, aktivist, veprimtar, fushata ishte e egër në Mitrovicë si asnjëherë më parë në histori, sepse Mitrovica është një betej, janë duke u përplasur trashëgimit politike. Trashëgimia që kishte angazhimin për zhvillim, për sovranitetin që nuk ka çmim, po as nuk ka kthim, dhe në anën tjetër kishim pjesën e fushatës së egër
të pasuar nga trashëgimia e errët që u imanin e shete të gatshëm të ndonte me Serbinë, të gatshëm për çdo kompromis, të gatshëm të bëjnë kompromise edhe me Serbi, edhe me Rusi. Po ata nuk janë të gatshëm që Kosova të ketë qeveri, sepse nuk kanë probleme me Radojqiqin dhe listën srpska, po problemet i pas kanë me Albin Kurtin. Kryeministri është si figurë dhe personalitet i jashtëzakonshëm në angazhim edhe në përkushtimin për vendin me angazhim gjithandej Kosovës. E në baza ditore ndoshta viziton edhe 7 komunat Kosovës, po çdoherë prezenca e tij në Mitrovic interpretohet ndryshe, sidomos kohët e fundit. Dhe kjo shihet me fort xhelozi, sepse Mitrovica ka qenë fush beteja e ndikimit të forcave të errta të Serbisë dhe të Rusisë, e betejën të cilën në 1903, kundër vendosjes së konsullit rus në Mitrovic, Isa Boletini e nisi, suksesshëm Albin Kurti e bitisi. Të dashur miq, ne sot nuk do të merremi shumë me qeverisjen që është më dështokja në histori të Mitrovicës. Kjo sepse ne nga nesër po e hapim kapitullin e ri për Mitrovicën, qytet të pastër e funksional që ofron mundësi të barabarta për të gjithë, për arsim cilësor të depolitizuar e të digitalizuar, me qerdhe e shkolla, me shëndetësi e shërbime nga spitali i ri, me borna esenciale deri tek ekipet geriatrike, me sport të zhvilluar dhe aktivitete kulturore të pasuruara, me infrastrukturë, kanalizime, trotuare, ndriçim, ujësjellës që furnizon me ujë dhe jep jetë, me investime në shalën e Bajgorës në zonën më të prapambetur fatkeqësisht Kosovës, me turizëm dhe me bujqësi. Për parqe për qytetarët, parkingje për qytetarët dhe veturat, shtigjet për këmsor e biciklist, qytetin do e rikthejmë në njënën prej zonave më të bukura, duke rikthy Qarshin e vjetër, dhe në qendër të qytetit bashkë me sheshin do të kemi edhe parqet më moderne që ka dikush në Kosovë. Nuk është e drejtë që qytetarët të jepet fjalët e ëmbla e fantazit magjie, ndërsa vetës parat e taksave dhe tatimet e tyre. Ata ulen në tavolin për interesat e tyre, ne ulemi në tavolin ku na ftojnë qytetarët për të diskutuar të gjitha hallet. Ata ulen në tavolin vetëm për të bërë pazare, sikurse i pam edhe ditët e fundit. Ne nuk premtojmë mrekulli. Ne punojmë çdo ditë, këta i ndryshuan ftyrat, por në vazhdimsi ne jemi dëshmitar që nuk i ndryshojnë sjelljet. Mitrovica nuk është pronë partijake askuj, është qyteti ynë, është zemra e Kosovës. Ata që e ndajnë një pjesë nuk ja duan të mirën as Mitrovicës e as Kosovës. Të gjithë duan shpresë të re në Mitrovicë. Shpresa jonë me vota e shpresës ka një numër, e numri i shpresës e ndryshimit dhe mirëqenjes për Mitrovicën është numri 105. Të dashur qytetar, e ardhmja kërkon plan, jo improvizim. Nuk ka progres të qytetit me nguti. Ka progres me përkushtim, me punë dhe me angazhim. Qyteti i shëndetshëm është ai që ecën lirshëm, sikurse e din mërgjimtarët që jetojnë në Evropë. Për djemt dhe vajzat e Mitrovicës nuk mjafton spektakli virtual. Ata kërkojnë mundësi të reja dhe mundësi të reja do të kenë me qeverisjen tonë. Siguria publike në qytet nuk matet me rrugë për plot me policë, por me lagje të ndriçuara në çdo rrugicë, edhe në periferi, me trotuare, me sinjalistik dhe me çdo shërbim që e kërkon nevoja dhe i duhet qytetarit. Zhvillimi progresist nuk shtyn njerëz jashtë qytetit. Ja bën kushtet brenda tij, ajrin, qetësinë, hapësirën, gjelbrimin dhe zhvillimin.
Jetesa në qytet duhet të na ndihmoj, jo të na rëndoj. Të dashur qytetar, asnjë projekt i përfunduar në 4 vitet e fundit, nga qeverisja ma dështake në historinë qeverisje të Mitrovicës. Asnjë temë e përfunduar. Për me ilustru se siç ka qenë qeverisja komunale në 4 vitet e fundit, unë do i marrë vetëm një 2-3 shembuj. Kur shkonin komunën e Mitrovicës, ata të cilët potencialisht atë ditë mundën mos mundi shumë disponim, le të kërkojnë liftin që është premtu, 200.000 euro në planin realizues thuhet që në realizu, ndërsa lifti nuk ekziston në komunën e Mitrovicës. Liçeni akumulus është pjesa tjetër e shëmbëltyrës së kësaj qeverisje që përveç se nuk arriti asgjë të krijojë të re, nuk arrit as të mirëmbaj hapësirat të cilët në të kaluarën ishin zhvilluar. Rruga Lizeneli është shëmbëltyra e qeverisjes së PDK-s, të cilët e kanë inauguruar së paku 3 herë 300 metra asfalt. Të dashur pjesëmarrës, gjyshi im, ne e kemi quajtur Baba Zeq. 50 vite ka punu në Majdan dhe ka kthen gur mulliri. Me pas kona i gjallë, për 4 vjetë, rrugën Alizeneli, me që keqe dhe me dalë të kishë ndërtu bre. Jo pse kam pos gjysh, por një mend epitetin e boletinit të Xhazhës gjithë e din se ka qenë njëri prej banorëve ose qytetarëve ma punëtor. Besoni që në Kaldrem për 4 vjetë, qashtu që shka punu 50 vjetë, me që keqe dhe me dalët, e kishë rregullu rrugën Alizeneli dhe sot e këshëm shëndru Alizenelin në pjesën e qytetit, ato që përdojmë me rikthy qarshin e vjetër, ndoshta nuk ishtë dash me shpenzu buxhet të komunës as qeverisë për me mujt me rikthy qarshin e qytetit. Kjo është realitetin Mitrovic, kjo është dështimi spektakolar i Bedri Hamzës dhe përderisa ka pas dështim spektakolar, Mitrovica nuk do të ja lejoj të na lën edhe një trashëgimtar. Të dashur qytetar, aktiviste veprimtar, sot kuptova se kanë dalë në teren argat e Stanishiqit. Janë duke hartu prap exit polle. Mos harroni që prap ata nesër nuk ndalen. Prap kanë me fillu me propagandë. Prap kanë me fitu në ora 11 të paraditës. Kanë me përsërit në ora 1:03 e deri në ora 18. Kanë me dalë në studio televizive dhe kanë me thonë që fitoria është spektakolare e humbi Mitrovicën, Albini dhe Fatuni. Mos ju besoni atyre, mos bini pre propagandës, këtë propagandë të eger shëndroni në motiv edhe angazhim që nga nesër për Mitrovicën të hapëm një kapitull 3. Të dashur qytetar, zotohem para jush që Mitrovicës do i shërbej me nder, me transparencë. Do ta dini çdo centi taksa paguzve se ku do të shpenzohet e ku do të jetë destinacioni. Pronat komunale do të kenë një trajtim të veçantë. Ata po organizojnë, kanë organizu edhe nesër do të organizojnë exit polle, gjithë uzurpatorëve të pronës komunale edhe qeverisjes së korruptuar prej nesër exit prej komunës. Për fund, duke ju falenderu përzemërsisht për gjithë mbështetjen dhe angazhimin që e keni pas edhe në raundin e parë edhe në raundin e dytë, për fitoren që e kemi realizu në raundin e parë për kundër fushatës e eger agresive nga oponentët politik,
unë dua të them se unë e dua fort Mitrovicën dhe Kosovën. Garës i kam hy me vullnet e veç dashni për vendin. Me përkushtim do të punoj për Mitrovicën për faktin e thjesht sepse Mitrovica është zemra e Kosovës, sepse nuk ka Kosovë pa Mitrovicë. Ju falenderoj shumë.